4 fitore të skuadrave vendase, 3 barazime dhe 1 fitore ekipit mysafir me gjithsej 27 gola të shënuar është epilogu i ndeshjeve të javës së 21 në ligën e 2 të futbollit vendor. Makedonia Gjorgje Petrov dhe Bashkimi kryesojnë tabelën me nga 48 pikë. Klubi i futbollit Bashkimi vazhdon rrugtimin e sukseseve dhe arritjen e qëllimit drejt kualifikimit në ligën e parë. Dje Bashkimi para tifozëve vendas mundi Vardarin e Negotinës me rezultat të thellë 5-2. Me këto 3 pikë, Bashkimi mban pozitën e dytë në tabelë së bashku me Makedonia Gjorgje Petrov me nga 48 pikë. Fitore të re ka regjistruar edhe Arsimi Qegranit kundër ekipit Kamenica Sasa me rezultatin 4-1 dhe me këtë fitore dhe 3 pikët e reja, Arsimi mban shpresat që deri në fund të kampionatit të ngjitet në pozitën e tretë që siguron balotazh thellë 4-1. Autor të golave ishin Albin Ramadani, Beluli dhe Alban Taipi. Arsimi mban pozitën e katërt me 42 pikë. Aktualisht në 2 pozitat e para me nga 48 pikë rënditen Makedonia Gjorgje Petrov dhe Bashkimi. Bregalnica me 44 pikë mban pozitën e tretë, derisa KF Arsimi në pozitën e katërt numëron 42 pikë, 2 më pak se Bregalnica në vendin e tretë. Rezultatet e javës së 21: Arsimi Kamenica Sasa 4-1, Bashkimi Vardari 5-2, Bellasica Novaci 3-0, Boreci Osogova 1-3, Bregalnica Skopje 1-1, Detonit Plaçkovica Kozhufi 1-1, Makedonia Gjorgje Petrov Vardarski 4-0 dhe Ohri Pobeda 0-0.